Rruga Kërqov-Dibër duhet të përfundonte në vitin 2015. Pas një zvarritje të gjatë, afati u shty fillimisht për nëntor të vitit 2023. Më pas vitit 2024, autoritetet thoshin se në pyetje janë disa muaj. Në fund, për shkak të një shembje të madhe dheu, afati përfundimtar u caktua shkurt 2025. Ndodhemi në rrugën regionale Kërqov-Dibër, më konkretisht fshati Izvor deri tek ura e Dibrës. Kjo rrugë është e gjatë vetëm 19 kilometre, ka filluar të ndërtohet ka një kohë, megjithatë nuk është duke u përfunduar. Para 7 muajsh, Televizionit 21 kompania ndërtuese i premtoi se shkurti do të jetë afati i fundit, kur kjo rrugë do të asfaltohet dhe do të vihet në përdorim. Por megjithatë, tani jemi në muajin mars, ne erdhëm për ta vizituar, por siç mund të shihet nuk është asfaltuar dhe është punuar vetëm deri diku. Kompania i Linden, e cila po zhvillon punimet, thotë se afati është zgjatur sërish për shkak të shembjes së dheut, e cila ka penguar asfaltimin e trasesë së hapur. Sipas tyre, për ta tejkaluar këtë problem, duhet të vendosen mure mbrojtëse, të cilat do të rrisin koston e kësaj rruge. U vonuam sërish, dolën punë tjera të paparashikuara, shembja e dheut na ka marrë shumë kohë dhe mund. Duhet patjetër të vendosen mure mbrojtëse, sepse po shembet, ndërsa për këtë duhen mjete shtesë, andaj presim nga Ndërmarrja Publike Rrugës Shtetërore t'i aprovojë mjetet që të vazhdojnë punën. Tentuam të marrim përgjigje nga Ndërmarrja Publike Rrugës Shtetërore, por pa sukses. Kujtojmë se vlera e këtij projekti është 23.74 milion euro të siguruara nga Ndërmarrja Publike Rrugës Shtetërore, ndërsa nuk dihet vlera që është kërkuar për vendosjen e mureve anësore dhe nuk dihet nëse do të aprovohet nga Ndërmarrja Publike.